Ai është një aktor i jashtëzakonshëm, do ta quaja pa frikë një krenari kombëtare, një personazh që ka të gjitha ngjyrat. Mund ta duash shumë, por në të njëjtën kohë edhe ta marrësh inat, sepse është shumë i drejtë për drejtë, gjë që ky mentaliteti jon shqiptar jo gjithmonë e pranon. Megjithatë me pjesëmarrjen e tij më të fundit në reality show ku kemi jetuar me të për më shumë se 3 muaj, 24 orë në 24, njohëm të gjitha ngjyrat, akoma edhe më shumë nga sa kishim parë dhe kishim njohur nga Laert Vasili. Faleminderit që jeni në natë me Aulonën, jam shumë e lumtur. Faleminderit ty Aulona për gjithë këto fjalë të jashtëzakonshme. Vlerësoj me të vërtetë shumë. Përtej të qenit aktor, të vlerësojmë mbi të gjitha për faktin që je një mendje e bukur, një mendje shumë përparimtare për këtë vendin ton, edhe gjithmonë kam vlerësuar për këtë gjë. Nuk e di nëse s'kam pas një mundësinë ta them kështu për afër, po kur ishte në Big Brother e kam thënë, e kam shprehur vazhdimisht. Faleminderit. Si je? Mirë. Aty e ulur Pak probleme gjumin, po hajde, do rregullohemi. Gjërat vogla, pasojat vogla të Big Brotherit. Po. Aty e ulur të koltuku i psikologut? Duhet të shtrihem kështu, i bie që të... Po, nëse ndjeva. Është në një kështu, do me thënë. Ke qenë herë te psikologu ti? Në Athinë, në Shqipëri, jo. Pse ke bajtur te psikologu? Po se e kishim me detyrim aktorët e teatrit kombëtar, kaloni mirë në 6 muaj. Kur do bëhet dhe në Shqipëri kjo gjë me detyrim? Në fakt kam pasur shumë aktorë Okej, pori kështu. në atë koltuk, edhe një pjesë kam thënë që jo nuk ka ishte psikologu, mendoj fakt që të jesh aktor, realisht e ke shumë të domosdoshme shkosh te psikologu, vetëm për faktin që ti ndryshon aq shumë karaktere. Do më thënë ne kishim me detyrim, ishte pjesë e programit. Pas çdo roli, sidomos rolet protagoniste, kishin 1-2 seanca për të parë, për ndjekur te psikologu, do më thënë në qoftë se ti e ke lënë të pushoj rolin të flej, apo e mbarte ende me vete në përditshmërinë tënde. Pra, seancat ishin lidhura vetëm me këtë gjë. Po, patjetër. Ke kuptuar ti ndonjë gjë më shumë, diçka që nuk e ke ditur për Laertin nga vajtja te psikologu? Është ajo që the pak më parë, interpretimi, mishërimi i roleve të ndryshme, të jep, të zgjeron vetdijen, për të kuptuar më mirë kush je ti dhe se sa nivele dhe se sa shtresa të tua të mund të shfaqesh. Gjë që shpeshherë bëhet me shkakton dhimbje, si shpirtërore, po edhe fizike. Dhe prandaj për shembull, ke role të cilat janë jashtëzakonisht të vështira për të mishëruar, siç është Oresti, i cili vret nënën e vet. Si futesh ti në një rol të tillë? Për këtë janë provat, dëgjon këndvështrimin që ka regjizori për të vënë pjesën, çfarë mendon dhe si të drejton ai për rolin tënd. Pastaj për të dalë në skenë është thjesht unë lutem, bëj kryqin dhe dal. Domethënë pastaj ka perëndia në dorë se ka më. Kush ka qenë vërtet roli më i vështirë? Oresti. Po momenti më i vështirë në skenë? Momenti më i vështirë në skenë ka qenë, këte e kanë gjitha aktorët, mund të ndodhi, është ajo që quajmë në çarçaf. Po, që ti haron tekstin. Po, do thënë, ti e di që duhet thuash, për shembull, natën me Aulonën, dhe thua Aulona. Dhe aty Aulona të vjen në ndim dhe thotë, doje të thoje natën. Po, doje të thoja natën me Aulonën dhe ti vazhdon tekstin. Po kur nuk e kupton partneri ose partneri? E kupton gjithmonë. Nuk ka pas një moment ku ke ngjecur keq? Jo. Edhe s'ke dalë nga situata? Jo, e kupton gjithmonë partneri, e kupton gjithmonë. Po momenti më i vështirë në jetë, cili ka qenë? Humbja e Timeti. Si e kalove? Kalon dhimbja? Jo, mësohesh me të. Mësohesh me mungesën, edhe pastaj bëhet pjesë e lutjes tënde. I thua nëse më sheh, të lutem, më kupto ose më ndihmo. Kur ka qenë hera fundit që ke folur me të?
Kur ishin të 40-at e Timetit dhe unë s'mund t'isha aty, se isha brënda në Big Brother. Dhe çfarë? I the? Që të më mirë kuptoj, nëse mundet, për gjithë lëndimet që kam shkaktuar, dhe të më japi forcë që të vazhdoj. Momentet më të bukura me Timat kanë qenë kur shifnin Partizani. Po. Dhe kjo jo për kortezi, po qatë bëjmë tash? E di, e kam dëgjuar për këtë edhe në Big Jo, Brother. po sinqerisht, nuk sinqerisht, do më thënë, luste Partizani luftarin, Gjirokastër, Partizani shpallë kampion, në fush nuk lejoj njeri të hynte, por hyri profesori gjyletërsisë e shkollës bashkuar, që i kishte student. Dhe sigurisht ishte Ytat Perlati, e tjerë. Arjan Ahmeta, Elir Tomori, gjithë. Po i kishte, do më thënë ishte... A i këshu, si të thuash më bëri, le të themi huligan të Partizanit. Fanatik, guerilës. Po huligan në jetë kështë të bëri. Kokëforcia që e ka marrë janë Naime. Për të mos u dorëzuar. Ti ke folu shpesh edhe në Big Brother, në fakt për faktin që i ke dhuruar momente të vështira, i ke mërzitur, së mbasi i ke bërtuar dhe shfjallë shumë e madhe, prindrit e tu. Këtë do veçoje si një moment ku ti vërtet, për cilin ti vërtet i e penduar në marrëdhënie me ta? Kur më përjashtuar nga shkolla, viti parë gjimnazë. Pse të përjashtuar? Më përjashtuar se në hyrje të shkollës, të Hasan Tasinin Sara, unë kisha, më kishim anë qik tru të erë, do më thënë, se kisha luajtur në teatr. Është edhe normale, ti esh Po, fëmi, thuaj se fillim adolescente dhe... 15 gjys, po. Edhe nuk e di kështu, më kishe kam një lloj rebelimi kështu kundër kësaj disipline të hekurt edhe kështu ndalimit të gjithë shkaje. Edhe po bëja dezhurni. Unë jam brezi që kemi bërë dezhurni me pushk. Do më thënë, visheshim dhe me uniformë shtarake. Dhe kështu duke ecur ishte një gjë e bardhë që më pengonte atë një si skulpturë dhe kështu si pa dashje e preka edhe ra në tokë u coptua, ishte busti diktatorit. Minë, s'pas ka qenë vetëm përjashtimi, ka qenë dhe arsyeja Po pse. të merë ka që lere që pjetë. Po, atër erdhëm për të më qua në shkollë riedukimi, po e ndaloj matë. Ushtroj pak Po ishin ushtarak madhorë, po sigurisht, po. E shfrytëzoj për mirë. Ke qenë të një nxënës si mirë? 9.1 mesatare. Si është e mundur, një rebel i tillë dhe një mendje kaq plot? Se di. I vetëmi arsyetim është që librat shkollor ne i merrnim në sezonin e verës, dhe derisa të vinte shtatori, unë i kisha lexuar gjitha. Ç'të bëja? Të dilje, të luaje? Jo, po i kisha me detyrim dhe të lexoja 2 orë, pastaj të dilja të luaja futboll. Kishe menduar një të bëshe futbollist? Ka qenë futboll? Jo. Nesër viteshim me Kalamaj e Partizanit. Ishte kështu një mënyrë jo formale. Në stadiumin Dinamo. Tek porta që shem nga liqeni. Dhe kolegët e të teti, ishin student e kimat në shkollë bashkuar, i thonë që shef i thonë është një kalama shumë i mirë, edhe i flasin greko. Edhe i thot babaj e lë mësimin edhe bicikletat nga shkollë bashkuar në stadiumin Dinamo që ta shifte në kush ishte ky talent i ri. Dhe shef mua. Që ma kishte ndaluar të luaja futboll. Po.
Edhe çfarë ndodhi? I që dëgjova një lajrt. Unë sapo kisha dhënë normat, kisha dali dyti pas bledë alkoolës. Isha 9 vjeç. Dhe në atë moment o erdhë mëna po bërtiste lajrt, pasoj. Unë lutja nga djathë tha. Sigurisht pasimi nuk u bëse unë griva, se pash baban të shkallë. Edhe një njeri që ty të ka bërë kokën, ju lutë shumë, i tha shef, luta më shumë i mirë. Profesor Perlati, po ishte i pa diskutu shumë. Po pse nuk donte? Donte që të besha mësues. Ky paragjykimi që ka ekzistuar gjithmonë që futbollistët nuk e se janë shumë inteligjent, le të themi, se ka ekzistuar gjithmonë kjo. Jo, kishte të kundërtën, do më thënë që ky po të vazhdoj me futbollin, do jetë si këta tipat kështu. Do marri rrugë të keqe, ti e more gjithsesi. Mora se u mora me teatrin, kështu që pyet. Për teatrin ishte ai entuziast? Apo s'ke që nga t'jam bante? Jo, atëre, shiko, 89-ën luajta për herë të parë në teatr, 15 vjeç, në Olimpiada Teatrale, që zhvilloheshin atëre. Pastaj vazhdova, Vangela Gora në Sarand, aktor regjizor, kishte krijuar trupën e teatrit të të rinjve, një nismë jashtëzakonshme për atë kohë. Edhe në udhëheqjen e Thoma Milajt, Anastas Nikës, ndjes pas të dy ndjes pas. Vazhdova të luaj atje në teatr dhe mbaj mend që i mat i kishte takuar kështu në fshatësi që mos se ai pak do edhe ikën fare, po. Por e la të ndodhte kjo gjë sepse ishte pikërisht momenti kur Brezin filloi të aratisej, të kalonte kufirin. Ose me not drejt Korfuzit, ose këtej nga ana e tokës. Dhe të paktën sa të aratisesha unë më mirë, po merresha me teatr. Ishte në një moment kur babai të ka thënë që ndihet krenar për ty dhe për drejtimin që more? Në Athinë, kur mbarova Akademinë e Teatrit Kombëtar, fillova të luaj role kryesore, do të thënë, shumë shpejt, edhe kur filluan të vinin dhe çmimet e para, pastaj po ndihej shumë krenar, po jo aq për teatrin, më tepër ndihej krenar për intervistat e mia, që mbroja identitetin shqiptar. Aty po, ndihej shumë krenar për lotej. Po marrëdhënia me Mami Rebekën, që ne atë e dim pak më shumë, e kemi prekur pak më nga afër. E ke pasur ti kur ke qenë i vogël dhe më i ri frikë? Jo, më kisha frikë nga të dy të merë, shiko, të lutem, do me thënë, do të krahasojmë, kisha një baba, do me thënë, u lorinte gjithë Shqipëria, tonë kush se donte, okej, do me thënë, nuk kemi pas portier më legjendar. Jo, sinqerisht kështu është, tani më kisha dy prindër që, do me thënë, hynin dy oficerë në shtëpi, me kallash, pistolet, ti si mendon tani, është gëzim i madh. Që ti gjithmonë mendon, diçka duhet të kem bërë unë. Unë diçka kam bërë, që do kem bërë, do ngabim, do kem bërë, po tani si që po vinë këta drejt meje, do më thënë e ke këshu, 50-50, do ha, do një, apo do më përqafojnë. Po se zakonisht në prindrit e kanë të ndarën që polici mirë, polici keq, nuk ishte asnjëri pak më miri? Jo, shiko, Imat ishte më i butë. Do më thënë, ka botuar 6 zhvillime poetike, ishte njeri që studionte gjithë ditën, kështu që i me më duhet të vinte atë disiplinën ndaj fëmijëve. Ishte më e rept të mamaja. Pastaj ju e pata një që më pjenë. Po e pam, për ne adhuruam e thënë të drejtën. Mirë, jo, sigurisht, pa tjetër, po e. Por edhe e menduam, edhe imaginuam pushtetin që ajo ka pasur. Ende. Dhe ka. Dhe çfarë tha Mami Rebeka mbasi ti dole, nuk dua gjërat e mia, dua gjën që të kritikoj më shumë. Që emocionohesha ose përlotesha shpesh. Nuk e njihte ajo këtë pjesë të karakterit tënd? Jo. Jo, unë jam dar. Nuk jam dar, po kam jetuar larg prindërve që është shumë i vogël. Do më thënë, me njerë pas mbarimit të shkollës, shkoja një të djelë, do më thënë që anim drejt bashkë, ishte tradita familjare që djelën duhet mblidhen në tavolinë.
Dhe së kështë parë në njërë me lotë në sy? Po jo kështu 24 orë. Po çfarë ndodhi? Se ishe 24 orë? Në Big. Po pra, atë po them, çfarë ndodhi Laertit 24 orë që ishe në Big? Pse ishe kaq i ndjeshëm në Big? Po, shiko, në atë format ti detyrimisht do vjen një çast, prandaj dhe është eksperiment social, është i mirë studiuar që ti do dalësh në thelbin tënd. Edhe sikur të kesh një maskë, apo sikur të kesh një strategji, nuk e mban dot. Do vi një çast që do dalësh ai që je ti. Dhe mund kishte ngjarje të ndryshme, ku diun, ose gjëra që më kujtoheshin edhe okej, emocionohesha. Në fakt njerëzit kanë pritur më shumë që shikonin atë Laertin që kanë parë nëpër studio televizive, ti besoj këtë gjë e di, e kanë thënë shumë herë, po, edhe ti vetë Unë jam sqaruar atë, aty ishte një debat për çështje kombëtare. Po, në momentin që ti shikon dikë që vazhdimisht merr aq shpesh zjarr në debate të ndryshme, çrëndsi ka për çështje kombëtare apo për makaronat apo për nominimet, do ketë shpërthime të tilla. Tani, ku është pak më shumë Laerti aktor, tek studio televizive apo tek... Jo, asgjikundi s'është aktor, do më thënë e keqja ime është që s'jam aktor. Edhe, madje edhe kur më pyete pak parë për psikologun, seansat e mia për shembull shkonin deri në 6, aktorët e tjerë kishin 1-2. Dhe e keqja, do më thënë, kështu jam. Ndoshta, do më thënë, përjetoj shumë më tepër disa gjëra, shumë më pak disa të tjera. Kam një çik me sensin e masës, do më thënë, që të vinë në një të mesme të përpjeshme, më duhet të shkoj në ekstreme dhe pastaj të vinë në qendër. Si do e vlerësoj eksperiencën në Big Brother? Tani që u bën disa javë që ka mbaruar dhe mund të reflektohet pak më ftohtë. Po, është pothuajse një muaj gjysëm, pak a shumë, dhe e di si është si puna e ushtrisë, që mund të kalojmë shumë vite, po ushtrinë, do më thënë, shërbimin do e kujtosh gjithmonë. Sepse aty kanë ndodhur disa gjëra të cilat ty të kanë bërë më të fortë, të kanë kalitur më tepër, durimin, vetëpërmbajtjen, gjykimin ndaj tjetrit, jetë më i matur, më i rezervuar, të lësh më tepër dritare se ndoshta ti e ke gabim dhe jo tjetri përballë teje. Për këtë gjë. Dhe sigurisht duke kaluar koha, është si një marrëdhënie që përfundon dhe dy ish të dashuruarit, secili mbart me vete atë që zgjedh. Dikush kujton ndjesitë e mira, dikush ngelet e ndjesitë që jo aq e mira. Kjo varet se si... Unë zakonisht kujtoj... Unë kujtoj gjithmonë të mirat dhe prandaj e ha. Po. Më dërgon një mesazh dhe unë kthehem përsëri. Ka dërguar Valbona një mesazh? Jo, s'bëhet fjalë për këtë. Kjo është... Jo, nuk bëhet fjalë, flas për marrëdhënie jetike. Okej, po mirë, tani ti e di që interesi në këtë pikë jemi të gjithë çdo javë që kalon duke pritur nëse do të ketë, nëse Arbri ka bërë punën e tij dhe Jo, Arbri nuk ka bërë asnjë punë. Dhe keni gjetur rrugën tek njëri tjetri. Jo. Ishte ajo që patë të gjithë dhe përfundoi aty. Do çfarëdo që mund të ketë nisur, nuk u zhvillua. Në asnjë moment. Jo. Nuk keni pasur asnjë kontakt më brapa. Jo. Kjo pyetje është bërë në çdo intervistë, po kaloj një javë të tash. Po s'ka gjë. Edhe po unë jam këtu për të përgjigjur, kështu që. Po mund të ndryshojnë gjërat? Nuk kanë ndryshuar. Se bie nati. Jo, nuk kanë ndryshuar gjërat. Thjesht për qytetarinë, ditëlindjen e Lorit. Po. I dhash dorën, i thash, unë shpresoj ti jesh mirë. Kaq. Ta dha dorën. Po patjetër. Është bërë një hap i vogël, se di që nuk... Ka të bëjë me mirësjelljen. Po, ajo vajza për cilën fliste Rozana e shumë pas para Big Brotherit, me të, ka pasur një kontakt? Duhet pyesni Rozana. Do ta kemi dhe Rozana, po të aty të vish për para. Po, e dakord, okej.
Në qati bëjo. Pasur në një bisedë, tani, shiko, ku futesh Big Brother, je i zhveshur në të gjitha kuptimet e fjalës. E di, po pikërisht në gjitha kuptimet. Goxhaj E di. Jo. Nuk keni pasur kontakt? Jo. Është diçka që edhe unë nisi, u zhvillua dhe përfundoi. Po besoj që nuk kanë munguar mbas pjesëmarrjes në Big Brother kontaktet, ngacmimet nga ana e vajzave dhe si është gjendja jote për momentin? Gjendja ime është si shkruaj. Kështu marshallat, ka rënë një nur, je nxirr. Jo, janë dritat e studios tënde që janë shumë të mira, prandaj. Po, dakord, ka kështu mesazh. Ka. Sa të bëjmë tani? Ka ndonjë gjë tjetër pra, se ka mesazhe ka pas gjithmonë besoj për Laertin. Laerti është Laerti. Jo, po, mirë, dakord, është dhe sa ka pa u Laerti. Jo, janë çik si shumë. Po. S'po i seleksionon dot. Jo, nuk bëhet fjalë për seleksionim, madje disa janë edhe pak pas mesnate, ka kaluar, s'ka kaluar. Kështu që prandaj nuk flike gjumë ti. Unë ta se kishe pa gjumësi nga Big Brother. Jo, rritë Instagram. Që ka vajzat në Instagram. Po. Do dilje ti me një fansën tënde, po të me dikoj që të shkruan në Instagram? Do jepe një mundësin? Do eftoja në teatr të më shifte dhe mund të pinim një kafe pas teatrit, për shumë pas shfaqjes, që të kishim për çfarë diskuton. Të ka ndodhur që këtë dalë të ke pasur histori me adhurueset e tua që të vinin të ndishin në teatr? Jo. S'mu duke i sinqert, po hajde. Jo, po të besoj. Jo, me thjesht një njeri që të shkruan në rrjetet sociale, jo. Me një njeri që e ke njohur më përpara, do më thënë, në një, le të themi në një tryezë të përbashkët, apo në një shoqëri të përbashkët dhe disi e njohur dhe pastaj mund të, po. Është tjetër gjë se ke pasur një kontakt dhe starte drejt për drejt. Arsyeja kryesore që ti u futen Big Brother, që ka thënë ka qenë edhe për të fituar ato paratë për të shlyer kredin. Po. Në momentin që ti nuk e fitove Big Brotherin dhe nuk e fitove paratë, çfarë ndodh? Është mbështetësit e mi se nuk duhet të quaj fans, janë disa grupe në internet. Më kontaktuan në një moment, duke bërë një administrator, le ta quajmë, admin. Po, admin është shkurtëmi administrator. Edhe më thanë, në Laert kemi ngritur një GoFund për ty, edhe duam të ndihmojmë për këtë çështje. Po. Është shumë e bukur. Kështu që janë drejtuar dhe fondacioneve ndryshme. Është kaq. Do të thonë dhe atyre kështu janë bozhli në mënyrë të jashtëzakonshme. Por ata e kanë marrë shumë patriotikisht, sepse prisnin që ato vlera që paraqita unë dhe gjithë personazhi im duhet kishte fituar dhe kanë një lloj kështu tani. Ke parasysh që janë si tifozët, humbet Partizani, shkullin stadiumin. Ke parasysh që duhet fitoj Partizani, me patjetër. Dhe ti mendon që duhet fitonte Laerti me patjetër? Ata. Tani po të pyes ty. Nëse jo unë, Rozana. Është marrëdhënia e mirë me Rozanën? Po, tani bas Bigut? Ua, patjetër. Jeni takuar, keni folur për ndonjë gjë që mund të ketë pasur? Po, ama në shkëmbemi, domethënë. Jo të shkëmbyrat që ju keni në përshkallët e pallatit edhe internetit. Po, jemi takuar. Ato i dim, do merret. Po, patjetër jemi takuar. Ti sërish në një klip të Rozanës? Po, me kënaqësi, sigurisht. Ndërkohë sapo ke mbaruar, ka përfunduar për pak javësh edhe shfaqja jote më e fundit, koncerti. Koncerti, po, një bazuar në romanin Një ëngjëll vesh me frak. Sa dole nga Big Brother i vajte direkt në skenën e teatrit. E kishte përgatitur që përpara, të erdhi ftesa. Po, ishte një shfaqje që ishte ndërprer. Jo, ishte ndërprer ajo me hyrjen time. Do më thënë jo, unë hyra në Big Brother pasi ishte ndërprer shfaqja, e cila do vazhdonte nga fundi janarit dhe shkurtit. Dhe unë nuk e kisha llogarit që do rri aq shumë. Thash një muaj do duroj, unë dhe do iki. Çuditërisht durova 4 muaj. Duke surprizuar dhe veten. Jo, pse? Po. S'kisha asnjë surprizë. Unë po, nuk mendoj. Duke njohur personazhin tënd, gjithmonë njerëzit presin që je një personazh që i duash Big Brother dhe njerëzit të duan, kështu që po. Dakor, po ky është këndvështrimi juaj nga përballë. I spektatorëve, patjetër, i publikut. Ajo që ti prisje. Unë nuk e. Po dhe pse i bëre të presin,
si që ke thënë në një intervistë, të paktën i shpërbleve, sepse salla ishte mbushur edhe njerëzit erdhën të shikonin. Po, erdhën shumë spektatorë që mbushën teatrin, bile madje disa nga ata mund të ishte edhe herë e parë, që kanë ardhur shumë njerëz nga Berlini për të parë shfaqjen. Po. Madje duke justifikuar, kur thash mos, thanë po jo, është bileta shumë e lirë tani më këtu. Kompanitë ajrore ka oferta, po. Kanë ardhur njerëz nga Berlini, kanë ardhur njerëz nga Shtetet Bashkuara për të parë shfaqjen. Pastaj nga Shqipëria nuk diskutohet, që thjesht shifin shfaqjen dhe ktheheshin përsëri në rrethet e tyre, qytetet e tyre ku banojnë, dhe kjo ishte fitore për teatrin. Fitore shumë e madhe për teatrin. U arrit, do me thënë, nëpërmjet përfaqësimit tim aty që të sillja një publik në teatr, një publik televiziv. Gjë që nuk ndodh. E di, është shumë e vështirë. Nuk ndodh shpesh, po, nuk ndodh shpesh. Edhe për këtë, në një farë mënyrë i thash një faleminderit teatrit që më lejoi, domethënë, këtë hapësirë kohore të isha në një program televiziv dhe të rikthehesha në teatr. Pret të sjelli diçka më shumë sa i përket karrierës në teatr, por mbase në kinematografi, pjesëmarrja në Big Brother, sepse shumë personazhe dhe jo domosdoshmërisht aktorë që kanë qenë në Big Brother, pasi ka përfunduar eksperienca, kanë pasur projekte të tyre kinematografike. Ke ti në një plan konkret? Jo, unë nuk kam asnjë plan konkret. Ndoshta mund të më hapi rrugët nga që më pan njerëzit për të patur diçka time në televizion, ndoshta, apo në radio, që jam shprehur, për këtë se çfarë do doja të bëja kur jam pyetur, por në kinematografi dhe në teatr, siç e di ti, karriera ime ka qenë, kështu që nuk e di, a mund të më japi publik më tepër, po, shumë më tepër, patjetër. Patjetër, sepse është një format që ndiqet jashtëzakonisht shumë, është formati më i ndjekur me sa di, prandaj. Megjithatë, Lart, absolutisht që ti mund të jesh më i miri, siç e thash në fillim, dhe për fat keq në Shqipërinë tonë ndonjëherë duhet që të futesh në reality show, që qoftë edhe producentët të kujtohen që pritësh Larti, që edhe pse ka shumë çmime ndërkombëtare dhe ka vajtur dhe na ka nderuar në shfaqje, ta rikthejmë sërish në teatr apo në film, meqense filmi është bërë edhe më i modës. Që të ndihmoni jashtëzakonisht është e padiskutueshme. Është e padiskutueshme, do të thënë të shef një shqiptari e tërë, të shohin njerëz që banojnë në New York, që 24 orë, të shohin dikush banon në Australi, do të thënë është mund të them që është e papërballueshme. Do të thënë ditë e para kur dola, dhe unë jam mësuar që, do të thënë, makinë e marr vetëm për udhëtime. Zakonisht ecim me këmbë ose me biçikletë, distancat janë shumë të shkurtra, nga Pasari deri në teatr, po. Pikërisht. Tiranë, gjunat po pastaj, po ishte kështu çdo 30 metra ishte ose Saga Paola Erti, po. Skeç bën tip, do të thënë mendo, ti bën një, po. Vazhdon t'i bën, ku di unë, ke 35 vjet karrierë, se na ra mikrofoni, dhe të vjen mamaja aty, thot një gjë dhe s'ke që bën, është forcë e nënës, e papërballueshme dhe mediatikisht. Po. Dhe këtë nuk e kisha imagjinuar, jo të betohem se kisha imagjinuar, që do ndodhte kjo gjë jashtë. Nuk e kisha imagjinuar asnjëherë. Kishe kaq shumë publik, kaq njerëz që do të pëlqenin. Po, jo, se kisha imagjinuar. Jo asnjëherë. Thash më, shohin dakord. Ja, ka dalë dhe Larti dhe në rregull, okej, s'është do një hata e madhe. Po të bezdisi në një moment? Mua, jo, do më thënë, përkundrazi, unë e kam, do më thënë, shiko, të marrësh gjitha dashuri nga njerëzit, si mund të të bezdisi, është vetëm energji pozitive dhe të bën mirë. Më të mirën tënde dhe pikërisht gjitha njerëzit të ndalojnë. Pikërisht, kur si e në të mirën tënde, të kthejnë ata, do më thënë, të kthejnë dashuria e tyre, që t'japin, të kuptosh që ka humanitet akoma, ka atë i thënë Tiranësit, ka njerëzillik lale. Me që themi të Tiranësit, Gert Ferra ka bërë një urim publik për ditëlindjen tënde në Instagramin e tij. Se kam parë. Me vërtet? Jo. Ka nxjerr foton tënde dhe të ka uruar për ditëlindje. E falenderoj. Keni folur? Jo. Asnjë kontakt nuk do? Jo, sepse kaloj vinë e kuqe. Jep mundësi njerëzve që e kalojnë vinë e kuqe? Duhet kaloj një farë kohë. Me një tjetër,
histori që shumë u folë dhe të roshi vëmendjen e publikut është historia që ti tregove në Big Brother në lidhje me fëmirin tënde. Je penduar në një moment? Jo, si jam penduar fare. E bëra enka sepse në brezin tim ka pas shumë doti të tilla, shumë ngjarje të tilla. Ka dhe sot për fat keq, po shqyr që jepet, shqyr që ka njerëz. Falo Zot, domethënë, e di. Dhe heshtja nuk është gjë më e mirë. Edhe unë dua të të falenderoj publikisht. Jo, mos falenderoj fare. Absolutisht e kam bërë në një postim në Instagram, fakt, sepse është zëri yt që bëhet zëri i shumë njerëzve të tjerë që nuk e kanë fuqinë, nuk e kanë forcën, ndjejnë paragjykimin që i bëhet siç tu bë edhe ty. Për atë nuk më bëhet vonë fare. Unë kam qenë i paragjykuar, jam mësuar me këtë gjë. Jam mësuar e kam thënë, domethënë në Tiranë shpeshherë kështu më thoshin Greko, Sara më thoshin Borgjez, në Greqi isha Alvanos. Vi këtu do njërë më shajnë si e patrioti e agenti. Nuk më intereson kjo gjë. Fare. Më intereson kjo gjë sepse ai që do të shaj gjithmonë si kur ti t'jesh i kulluari. Do shaj. S'ke që bën. Nuk e që bën. Është ajo që thotë, fali Zot se nuk din ç'bëjnë. Kjo që mbaron. Për çështja një më pyete, nuk... Këtë e thash sepse ka... Shumë fëmijë në atë brez nuk e të i kaluan dot, asnjëherë. Nuk e di, më bëri mua që ta... Si e të kalove? Se di, nuk e di. Se di. Përgjigja më e sinqertë në fakt. Nuk e di, jo, sinqerisht nuk e di. Mbase më ndihmoi se lozja futboll. Do më thënë edhe... Ishte gjithë ditën mendja te futbolli, po. Po nuk e di, nuk di të ta them. Di që kur pas shumë vitesh mësova ku ishte dhe ku... Ja, është histori që nuk harohet. Absolut. Çfarë ndodhi? Asgjë, ja jam ulur kështu siç jam ul tani tek ty dhe e shihja në distancë. Sigurisht pa më parë që e shihja. Dhe më falë që e them, po aty e kupton pse disa njerëz kalojnë në vetë gjykim. Më falë që e them. Por çfarë të mbajti që mos ta bëje dhe ti një gjë të Frut e tillë? kokës. Ajo mbajti. Po, kur mami e dëgjoi historinë, që nuk e dinte kur e ka dëgjuar... Nuk e kam diskutuar dhe një. Mirë pafshim, shifemi dielën tjetër. Mirë pafshim. Ta